Ferma e VIP-ave ka rrëmbyer vëmendjen maksimale edhe gjatë kësaj jave, ndërsa 17 fermerët kanë dhënë një shembull bashkëtese dhe harmonie me njëri tjetrin. Me njëherë pas marrjes së titullit kryefermeri i javës, Andueli ka nisur ndarjen e punëve. Energjia pozitive nuk ka munguar që në nisje të ditës, moment ky që përkon më së shumti edhe me fillimin e punëve të fermës. Dy fermerët e rinj që u bën pjesë e lojës mbrëmjen e së hënës, Danela Shima dhe Gani Gërmia, kanë marrë kohën e tyre për të njohur fermën si dhe përgjegjësitë që u takojnë. Mund të ishim pritet edhe më mirë. Por hyrja e tyre ka trezuar ujrat dhe ka vënë në lëvizje të gjithë konkurrentët. Ore ka lojra vetëm me kohë. Nuk e bë me shpirt këtë. Alba duket se sërish ka zgjedhur të rebelohet, duke nxitur debate të forta me fermerët e tjerë. Ky e fundit, po ashtu gjatë këtyre 2 ditëve ka krijuar një raport shumë të afërt me Limin. Marrëdhënie kjo që duket se po krijon përçarje mes Limit dhe Ester. Nga ana tjetër, aleancat e para kanë nisur. Mendimi është edhe imi. Dhe jemi together. Gjatë këtyre ditëve nuk kanë munguar sfidat e vendosura nga Agai. Ju s'po lodheni fare, një shtrir aty, ha mucho, pi mucho me lek të Agajit. Kryeplak Albano ka qenë i pranishëm në fermën VIP, duke udhëzuar dhe aktivizuar secilin prej fermerëve për sfidën e radhës, që mbi të gjitha kishte të bënte me shpejtësinë dhe shkathësinë. E keni absolutisht të ndaluar të futeni të shtëpia e fakirit. Sfidë kjo që sigurisht për humbësit pati pasoja. Big Mama, Alba, Erandi dhe Elinara si humbës të sfidës u desh të dënoheshin si fakir e të shërbenin fermerëve të tjerë. Fermerët dhe, si më dënojnë mua dhe. Në fermë kanë gjetur vend edhe debate të tjera, disa të qartësuara tashmë e të tjerat ende jo. Ekuilibri i lojës është tronditur pas eliminimit të parë duke shkaktuar dinamika që do të jenë në vëmendje gjatë spektaklit që nisonte në orën 21 në ekranin e Vision Plus, si dhe 24 orë në 2 kanalet e dedikuara të platformës stream, Ferma VIP 1 dhe Ferma VIP 2.